Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në ekranin e Report TV. Me ditën e sotme, redaksia e emisionit Pa Gjurmë do të sjellë histori dhe lajme jo fort të mira. Në fakt, çdo mesditë në studion e emisionit Pa Gjurmë nuk ka histori të gëzueshme, sepse në këtë studio trajtohen histori të dhimbshme, denoncime që vijnë nga qytetarë të ndryshëm nga gjithë territori i Shqipërisë. Dhe ditën e sotme të dyja histori që do vinë janë vërtet të dhimbshme. E në fakt është familja Meço, konkretisht zonja Majlinda Meço, një 57 vjeçare, e cila përpara 3 viteve në mënyrë tragjike humbi të birin e saj në një garë me makinë në zonën e Shijakut, Armand Meçon, 39 vjeç në atë kohë. Babai 2 fëmijëve të mitur, kishte pasion garën me makina dhe fatkeqësisht në 20 nëntor në mënyrë tragjike ai humbi jetën në pistë. 2 fëmijët e tij të mitur ishin aty dhe pan të gjithë ngjarjen. Kjo nën ka 3 vite që vuan për dhimbjen, humbjen e të birit nga kjo jetë, por dhimbja më e madhe është dhe drejtësia, pasi ajo nuk po gjen dot drejtësi për vdekjen e të birit. Kjo histori do trajtohet gjatë në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe 57 vjeçaria ka vendosur të vinë në redaksin ton. Ajo ndodhet me mua dhe menjëherë dua ta përshëndes. Majlinda, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje. Unë do të jap ngushëllime për djalin. Në fakt një ngjarje që ne si gazetare kemi dëgjuar nëntorin e vitit 2022 dhe ja pas 3 viteve ne jemi të dyja sot në studio. Zoti e deshi dhe e mori, por dhimbja është e madhe tek ty. Pa drejt, Zoti bëri pa drejtësi. E në fakt, teksa po shikoja edhe fotot që na kishte vënë në dispozicion, kjo foto aty ulur në atë makinë, pasioni i tij për garat, që çdo fundjavë me fëmijët, me bashorten, me miqt, shkonte për t'u argëtuar. Dhe shkonte në mal, shkonte. E donte jetën shumë. Ishte shumë njeri pozitiv, jo se ishte djali im. E donte familjen, e donte të mirën, i donte njerëzit, nuk i paragjykonte, nuk i... Sa kishte mundësi ndihmonte. Ne do jemi të dyja së bashku në studio dhe unë do mundohem të jem e kujdesshme, sepse e di që çdo pyetje që do të bëj ditën e sotme do të lëndoj për këtë ngjarje të rëndë. Ndaj kam ftuar edhe avokatin Edi Qehaja. Përshëndetje avokat dhe mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Falenderoj që të kam pjesë në studion e emisionit Pa Gjurmë. Sa dhe ju të qetësoheni, e dashur Majlinda, të mbitni pak sa veten, do t'ju marr leje për të kaluar në një tjetër ngjarje. E thash në fillim të prezantimit që ditën e sotme nuk do t'japim fort lajme të mira, histori që do trajtohen sot janë histori të dhimbshme, histori të forta, histori njerëzore që denoncohen çdo ditë më shumë në redaksin e Report TV. Vetëm përpara disa kohëve dhe konkretisht korrikun e këtij viti, përpara se të mbyllim sezonin, ne trajtuam shumë persona të humbur në studion e emisionit Pa Gjurmë dhe një prej tyre ishte dhe Veziko Bojko, 43 vjeçaria nga Kuçi i Vlorës, e cila u largua nga banesa në 17 mars të vitit 2023 dhe drejtimi i saj ishte i paditur. Regjia më ndihmoi menjëherë me pasaportën e Veziko Bojkos, nëna e 3 fëmijëve, e cila mëngjesin e 17 marsit mori sëpatën nga fshati Tërbac, aty ku jetonte me familjen e saj, dhe u ngjit lart në pyll për të mbledhur dru. Kaluan disa orë dhe ajo nuk u kthye në banesë, familjarët të alarmuar njoftuan policinë, bën kërkime, por fatkeqësisht nuk gjetën asnjë gjurmë të Veziko Bojkos. Dua ta sjell sot në fokus historinë e saj, por fillimisht për gjithë ata që nuk e njohin këtë histori dhe nuk na kanë ndjekur, dua të prezantoj një material që ja kemi kushtuar Veziko Bojkos dhe rikthehemi në studio. Me sëpat në dorë, u nis për të prerë dru në mal. 43 vjeçaria u zhduk nga fshati Tërbac i Vlorës. Ishte mëngjesi datës 17 mars, kur Veziko Bojko njoftoi bashkëshortin dhe 2 fëmijët se do të shkonte në pyll e më pas do të kthehej të përgatiste ushqim për ta. Pasi u vesh, mori sëpatën dhe u largua për të mos u kthyer më. Orët kalonin dhe 43 vjeçaria nuk po kthehej në familje. Vonesa e saj si asnjëherë më parë vuri në lëvizje bashkëshortin dhe fëmijët,
të cilët u nisën drejt pyllit me shpresën se do ta gjenin atje. E vetmja gjurmë që kishte lënë Veziko ishte sapata që kishte marrë me vete. Rreth zonës ku dyshohet se ajo kishte shkuar për të prerë dru, u bën kërkime nga të afërmit, por pa rezultat. Gjatë transmetimit live në Pajgjurmë, mbërrit informacion i parë dhe mjaft i rëndësishëm, i cili ndezi një dritë jeshile për lokalizimin e vendodhjes së saj. Pas verifikimeve, nuk u zbulua asnjë gjurmë jete për nënën e 3 fëmijëve. Sipas familjarëve, Veziko nuk ishte larguar asnjëherë nga banesa, por ata pohojnë se ajo vuante nga epilepsia dhe së fundmi, gjendja e saj ishte përkeqësuar për shkak të mosmarrjes së medikamenteve. E në fakt dua të përcjell lajmin e trisht për 43 vjeçaren, ku në datën 1 tetor është gjetur e pajet vetëm 700 metër larg banesës saj në një zonë pujore, pikërisht të fshatit Tërbaç. 43 vjeçaria fillimisht është gjetur koka, e cila ishte shkëputur nga trupi dhe pas 2 ditëve, që bie data 4 tetor është gjetur dhe trupi. Dhe lajmi bëhet më i trisht se ka qenë veti biri, kushtrimi i cili gjatë gjithë kësaj periudhe ka bërë kërkime në zonën pujore dhe ai vetë ka gjetur nënën e tij. Ndërkohë që trupi është dërguar, më saktë kufoma është dërguar në Institutin Mjekësor Ligjor këtu në Tiranë, ku familjarët presin ekspertizën mjeko-ligjore. Unë në këtë moment dua të lidhem me djalin e viktimës, Kushtrim Bojko, për t'i dhënë edhe ngushëllimet nga redaksia e emisionit Pajgjurmë. Kushtrim, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Dua të t'jap ngushëllime në emër të redaksisë e emisionit Pajgjurmë dhe të gjithë jemi prekur shumë kur mësuam lajmin që nëna juaj u gjet e pa jetë. Faleminderit. Keni qenë një kushtrim që e keni gjetur? Po. Ka qenë mëngjezi i datës 1 tetor, ku ju keni gjetur fillimisht kokën të shkëputur nga trupi. Po, keni gjetur kokën, bazë ditës është gjetur dhe trupi. Por çfarë dyshohet? Ju keni arritur, sepse ka kaluar një kohë e gjatë, le të themi, dhe si ke arritur të bësh identifikimin që është nëna juaj? Tani, identifikimi bëhet të pjesë janë shapkat, është litari, i është unaza, e kupton që vërtet bëhet që është ajo. Pra, nëpërmjet rrobave, litari dhe unazën që ka patur në gisht, ju keni arritur të identifikoni që ishte nëna juaj? Po. Edhe është 100% është ajo. I dashur Kushtrim, çfarë dyshohet të ketë ndodhur, duke ditur që ditën e parë ju keni gjetur kokën dhe pas 3 ditëve trupin e nënës? Vetvrasje, Odeta. Asgjë tjetër. Vetëm vetvrasje. Sepse nuk përjashtohet pjesa që uroj medikamente prej 9 apo 10 vjetësh që ishte e sëmur, dhe harriti deri në të pikë që në vetvrasje. Depresion, në shkurt depresion. Ju në fakt e keni thënë në studion e emisionit Pajgjurmë që nëna kishte probleme, vuante nga depresioni dhe për një kohë të gjatë ajo merrte medikamente. Ju dyshoni që ka bërë një vetvarje? Po, vetvarje. Me litarin të cilin ju e keni gjetur të varur në pemë? Po. Ndërkohë që kufoma ka ardhur në Tiranë dhe pritet ekspertiza mjeko-ligjore. Po, është marrë kufoma ditën e shtunë, ka marrë policia, tani presën përgjigjen e tyre. I dashur Kushtrim, vetëm 700 metër larg banesës, le të themi shumë afër, është gjendur e pajet nëna juaj fatkeqësisht, që dyshohet se aktin e ka kryer që ditën që ajo u zhduk dhe humbi kontaktet me ju. Patjetër, sepse 800 metrë ose 1 kilometër të me thënë vija ajrore. Por, është me saktësi që e ka kryer që atë di sepse pjesë e litarit e pema tregon që është bërë që atë ditë, do me thënë para 2 vjetë të gjysën, sepse litari në lapi zënë atë pjesën e asaja që nuk ose ishtë litari i ri, do me thënë që mund të ishtë para 5 muajsh o 7 muajsh. Tregonte që ishte në momenti pari ikjes. Unë dua të jap ngushëllime dhe e paharruar që qoftë nëna juaj, ne do mbetemi në kontakt sepse realisht ju keni hapur dyert e zis në familjen tuaj dhe prisni nga dita në ditë që kufoma të vi në familje dhe ju ta përcjellni në banesën e fundit të ndjerën nënën tuaj.
Odeta, të falenderoj përzemërsisht dhe ty personalisht, të gjithë stafit, të gjithë ata që janë munduar për gjetjen e mamas time, po fati saj keq, apo fati jon, e solli kështu tani. Nuk kemi qa bëjmë ju, falenderoj të gjithë dhe përzemërsisht. Unë të fort, të falenderoj kushtrim që të pata në këtë lidhje për post dhimbjes, gjete momenti që të hyje në këtë transmetim dhe të na tregoje këtë ngjarje të rëndë. Ne do të heqim të gjitha fotot, pasaportën që kemi përgatitur për nënën tuaj, fatkesisht ju e keni identifikuar dhe është ajo. Ngushëllime, sinqerisht na erdhi shumë keq. Faleminderit, uroj të gjitha të mira. Të përshëndes, kushtrim, të përshëndes. Mirë, nga ky lajm i trish që përsollëm ditën e sotme për 43 vjeçare nënën e 3 fëmijëve Veziko Bojko, e cila u gjet e pajet vetëm 700 metër apo 1 kilometër larg banesës së saj, ne do të kalojmë në një këshill mjekësore, do rikthehemi sërish bashkë në studio për të vazhduar me një tjetër histori tragjike të dhimbshme. Një nën që zgjohet çdo mëngjes, me heshtin që la pas djalit saj, një nën që çdo ditë shkon pranë varrit të birit, me lule në duar dhe shpirtin e coptuar nga dhimbja. Për zonjën Majlinda, jeta ndryshoi përgjithmonë atë ditë, kur Armando doli nga dera e shtëpisë, pa e ditur se ajo do të ishte lamtumira e fundit. Një moment argëtimi të birit u kthye në një plagë dhe hidhërim të madh për familjen Meço. Armando ishte drita e syve të saj, djali që e thërriste me dashuri, o plaka ime e lodhur, sot ai nuk jeton më. Ishte një ditë e keqe atë ditë. E mora dhe thash, me mami ku je? I thash, me plaka ime. Ja me fmit, tha, kam më bukur, tha, me familjet jam, tha, me shoqëri jam, tha. Mirë shpirt, thash, do vonohesh? Jo, mi zemra ime mos ki merak, tha, me fmit jam. Kur në orën 9 në qerek më merë nusja madhe më thot, hajde thot një qik të shtëpia e djalit, thot se unë pashin, që duan këto njerëzit, thash unë këtu. Pas atij momenti, Aziz ka qenë mësi më parë, nëna e tij Majlinda kujton me lodhë dhe me zemër të thyer ditën kur humbi çdo gjë. Të shuhet jeta. Jeton kot tash, kot. S'ka më. Nuk qesh më, nuk ka dikline, nuk ka fes, nuk ka asnjë lloj argëtimi, asnjë gjë. Vetëm është pyksinimi, misioni im është marrë drejtën e djalit edhe vetëm atje ti shërbej djalit. Fëmijët ishin aty kur ndodhi çdo gjë. Sytë i vegjël pan diçka që nuk duhej parë kurrë. Për asaj dite, asnjë lodër, asnjë përqafim nuk mund të bush vendin e babait. Ata jetoj me kujtimin e tij, me dhimbjen që nuk din si ta shprehin. E kanë parë fëmijët tragjedinë, e kanë ndihmuar një çik nusja vetë që se kanë kuptuar, se nuk nga një makinë, s'ta merrte mendja një makinë. I ka ikur e qeshura fëmijëve. Fëmijët duan, kanë parë gjithë skenën dhe duan trajnim me psikologun. Nuk është kollaj për një fëmijë 11 vjeç dhe vajza ishte 13 vjeç, të shikoj babën e vet i iki para duarve. Në fakt është një histori e dhimbshme ajo që do sjellim sot nga studio e emisionit Pa Gjurmë. E dashur Majlinda, po të shikoja që teksa dëgjoja kronikën e përgatitur nga gazetarja jonë Ersela, vetëm qaje dhe lotoje dhe e kuptoi të gjithë situatën cilën përjeton. Por duhet ta kuptosh dhe ne, dhe për ne gazetarët janë histori të forta, të ngarkuara me emocione që e vështirë dhe për mua si një moderatore të kem përballë një nën që ka humbur të birin në mënyrë më tragjike dhe t'i bëj pyetje. Kështu që uroj ta kemi kuptimin e publikut ditën e sotme për çdo pyetje që mund të bëj, se dashur apo dashur avokat mund ta lëndojmë të nën kur i rikujtojmë nëntorin e vitit 2022. Është e lehtë të thuhet që dhimbjen kthehe në forcë. Por unë uroj që një ditë vërtet dhimbjen ta kthesh në forcë, se aty në kroniku preka teksa dëgjova që nga momenti që humba djalin, unë sot jam vetëm në shërbim të tij, të shkosh te varri dhe për ditë. Shkon për ditë? Për ditë. Për ditë se mu lodh shumë, punoj shumë, që 13 vjeç punoj.
thosha mam, ti shkollohu, ai vinte, se ne ishim në kurbet në Greqi dhe ai vinte kur ai ishe sigurisht me vizë, edhe ndihmonte t'jatin, ja merrte rullin e fuqës edhe lyni motele, vila, edhe kënaqeshe se thoshte qika e shishmi leku me djerës. Ashtu rrit, me punë, se kishte frikë punën, fare. Si më trem, thoshte, duar, thoshte, nuk më tremen nga puna, po që do. Elinda, ju e keni rritur me shumë sakrifica, ai ka qenë ideal punëtor. Shumë. Ai u martua, krijoi familjen, u bë babai 2 fëmijëve dhe 25 vjeç u bë baba. Jeta e tij ndali në moshën 39 vjeçare dhe kjo është tragjike. Ju nuk keni qenë prezent pikërisht ditën e 20 nëntorit të vitit 2022, një datë që nuk do harrohet kurrë tek familja juaj. Ashtu si ishte koha një ciklon i madh, ashtu dhe ndodhi. A ditë ka qenë një ciklon. Aq keq ka qenë koha. Por, jam e sigurt që bashkëshortja e të ndjerit apo njerëz që kanë qenë prezent e kanë rrëfyer ngjarjen. Çfarë ka ndodhur atë ditë konkretisht? Këto kanë qenë duke konsumuar diçka te uri dalanit. Dhe një shoku këtyre ishte shumë i gëzuar se i kishte ngel bashkëshortja e tij, ishin ja 5 shifte, shtatzane. Do bëshin shumë vitesh. E mbasi kishin konsumuar diçka, kishin vajtur për të pirë edhe për të ngrënë ndonjë ëmbëlsirë ke këta, komani, çfarë quhet kjo, kompania. Te biznesi privat ku do argëtoheshin me makinat. Po. Njëri nga shokët i kishte thënë, hajde të bëjmë këtë xhiron. Kur bëri xhiron, fatal. Është përplasur nga dikush? Jo, në momentin nuk e di si ka ndodhur, sepse e ke në YouTube tragedin, unë se di se kam parë dot. Skafandra i ka prerë damarin kryesor të qafës dhe ka pas gjakderdhje të shumt. Gjë që kompania nuk i ka pas të kualifikuar, të trajnuar punëtorët. Edhe ata kanë ngel, janë shokuar, qa ka ndodhur, nuk dini, nuk kishin pambuk, nuk kishin alkohol, nuk kishin ambulancë, nuk kishin doktor, nuk kishin asgjë. Një ndim të shpejt. Asgjë s'kishin. Dhe vetë ky komani është kontraditor, njerë thoshte isha në shtëpi, si pas asaj që kam lexuar unë të deklarimet, njerë isha në shtëpi dhe më njoftuan, njerë thot isha lartë të zyrë dhe ula poshtë. Nuk e di qa kompani është kjo pa trajnuar punëtorët. Armandi ka qenë në makinë dhe po bënte garë me makinat e kjo kompani private që ndodhet në zonën e Shijakut. Ndërkohë ka qenë i vetëm në pistë apo ka patur? Vetëm, edhe kanë qenë 3 veta. Ky edhe 2 miqtë e tij. 2 shokët. Pra, Armandi dhe 2 shokët e tij, të cilët ishin në pistë dhe po garonin. Pjesa tjetër, familjarët. Po shikonin, po pinin kafe dhe po shikonin garën që po bënin. Ka dyta ajo. E qartë. Ishin në tribun, le të themi, ku po konsumonin një... Nuk e për muhabet gra me gratë, u vajza kështë thiru, baba, qa ka ndodhë babës, kur vajtën këto? Ka qenë nga shpejtësia e madhe që djali nuk ka mundur, i ndjeri se ka mundur do ta menaxhoj dhe është përplasur në pistë dhe humbi jetën, apo miqtë e tij nga mbrapa? Nuk e di, shtyllën, thonë që ai shoku vetë e ka kap pak nga mrapa dhe e ka grit makinën 90 gradë, kështu thonë, po unë se di, se kam parë atë. Edhe kur kanë vajtur këto për t'i heqë skafandrën, t'i japin ndihmën e shpejt çfarë ashtu, ai ka qenë me gjakderdhje. Dhe ambulanca ka ardhur shumë vonë, shumë vonë, nga Durrësi në Shijak, shumë vonë. Ndërkohë, miku i tij, që besoj i ndjeri ka patur miqësi prej vitesh me personi që më tregove e ka goditur pak dhe makina është ngritur 90 gradë. Sipas asaj të A ju a ka rrëfyer që... Unë s'kam fol fare për këtë ti zonja Odeta. Prandaj po të pyesja, ke komunikuar me miqtë e të ndjerit? Jo, nuk e përballoj dot, nuk e konceptoj dot. Këtë ngjarje e ke dëgjuar vetëm nga bashkëshortja, nga nusja e të ndjerit që ka treguar historinë? E kam dëgjuar nga shokët, më vinin ata, më fërkonin kokën, nëna mos u mërzit, nëna jemi shumë të shokuar, nëna ka humbur një, ja,
Sot isha unë atje, gjithë shokët i erdhen me motor. Gjithë shokët unë dhe qa, në nata nuk rimdojnë. Shumë, shumë. Ndërkohë, fëmijët kanë qenë të mitur në atë kohë të vegjël, kanë Të qenë mitur odit, apo traume kanë shumë. Në mos vajza njerë që ka qenë shumë e lidhur dhe djali se ai si ndante fëmit asnjëherë si ndante fëmit. Kudo bashk. Thonë këto. Këtë lloj kështu. sporti. Nga fotot të cilat ne po shikojmë, ka qenë një djalë që e ka dashur sportin, sportet e ndryshme, që ka qenë aktiv dhe duket gara me makina, zhytje, të gjitha llojet e sporteve. Ti bënde gjitha, a do t'i zhytje, a do t'i mal, a do t'i bor, a do t'i... I bënde gjitha. E donte jetën, e donte shumë, i argëtonte fëmijët, i çonte shumë për vende të njihnin Shqipërinë. Tashi... Gjithashtu Majlinda, ka ngaluar 3 vite dhe ajo që të kalën pas janë 2 fëmijët e tij, Mbesa dhe Nipi, që Po. janë gjë më e shtrenjtë për ty, besoj pas humbjes së djalit. Sa për djalin njerë është kopjo i ati, I nuk i gjamba kalon gjë, A i më qetëson nga i qik, a i s'më lëtë mërzitë, ka kem ke mu, jam unë. Po si do që tjetë. Pas ngjarjes së rëndë, dhe do ndalemi sepse avokati Edi Qahaja po e dëgjon rrëfimin me vëmendje, sepse ju kërkoni drejtësi. Pas ngjarjes së rëndë, padyshim pati të ndaluar, të shoqëruar, a u mor denoncim. Deta unë s'jam marrë fare me këtë dhe unë edhe një... Sepse ditën e sotme keni sjellë një dosje të madhe, që është edhe më e madhe, po unë gjysma të marrë. Dokumentat më kryesore. Prandaj dua të më shpjegosh çfarë ndodhi. Se nisi një hetim për ngjarjen. Nuk kam marrë, se unë mund po t'isha pak më ashu, se kisha smur më jo deta. Unë e fola 2 minuta para, unë fola, më i zemër, thash, ajo, sa ka mbyllur në telefoni, s'ka bërë as 2-3 minuta, ka ndodhur tragedia. Sepse unë nuk e mendoja, edhe nuk i kisha kur, çdo gjë kisha parashikuar. Thosha, çuna janë, po jo që si kisha fare problematik, po. As i kisha menduar këto gjëra kur, se i lutesha Zotit, thosha, Zot, vetëm shëndet edhe fëmijët më ruaj. Po që do, ma dha Zoti, po ma mori Perëndia. Dhe unë nuk kam qenë fare, unë kam qenë në efektin e shumë qetësuesave, unë nuk e konceptoj dot që s'hiri larg këtij. Dhe unë, të gjithë shokët më kanë thënë vetëm kaq, nëna, çfarë do prej nesh, ne jemi gati ta deklarojmë, ta themi atë që kemi parë. Mirë po, unë e bëra në Durrës, në fakt. Në Durrës e bëra si kallëzim, po atje s'pata fare, jo mbështetje, jo. Po pash sa trillime, ca legjë. Aty ishte një dhomë, unë e kërkova me audio dhe me fakte, me fakte dhe me audio dhe me kamera. Aty ishte një dhomë e vogël, 2x2, pa uniform, pa seriozitet. Edhe i thash ati gjykatësit herën e parë, të lutem, i thash, pasi u prezanton, i thash, unë nuk e du kështu. Se unë po gjykoj një Stanca e parë gjyqësore, le të themi, unë ju keni qenë vetë prezidente. Unë isha vetë, pavarësisht se avokati më tha që ti tash mos u shqetëso për këtë, se unë i thash nuk e lej, unë dua t'i dëgjoj çdo gjë vetë. Dhe çfarë u zhvillua në stancën e parë? Asgjë, u prezantuan, atë erdhi ai shoku vetë, ishin unë, 2 veta, 2 avokatët e ati, nga firma e këtij Komuniqash, ky nuk kanë qenë asnjëri, dhe unë u shokova sepse në një dhomë 2x2, pa audio, pa kamera, pa uniform, që është e thot kushtetuta, ti duhet veshësh uniformën të ndahet kush është prokurori dhe kush është gjykatësi. Edhe nuk pash, me gjitha të nën lot, edhe nën dhimi e thash ul kokën edhe ik, se do bëhet tjetra. Radha tjetër ishte edhe nga shtatori për në dhjetor. Tha ky gjykatësi në dhjetor, kështu kur vajtëm, unë mbylle para, dhe kur erdhi radha për në shtator, për në dhjetor, tha, u futëm atje, edhe
tha nuk do zhvillohet ajo seanca tjetër se mungonte avokati atij zotnis, shokut. Sepse personi, le të themi, miku i të ndjerit, i cili e ka goditur makinën, le të themi, është hetuar, i pari. Jo, ai është ndaluar, po nuk e di është hetuar apo jo, nuk e di këtë fakt. Unë s'di gjë se çka ka bërë. Por prokuria ka hetuar për ngjarjen, nuk e di nëse avokat ju i shpletuat dokumentat. Nga dënat që ka sill zonja dosjen, rezulton që prokuria ka proceduar penalisht shokun e tij, që është shtetasi Florian Aslani, i cili fillimisht është arrestuar. Kemi patur një të arrestuar direkt pas ngjarjes. Pas ngjarjes. Rezulton se pas 3 ditësh ka dalë në gjykatë për mas sigurie, ku dhe gjykata ka vendosur që hetimi ndaj tij të bëhet në gjendje të lirë. Në gjendje të lirë. Në përfundim, prokuria ka mbyllur hetimet dhe e ka dërguar për gjykim për veprën penale vrasje nga pakujdesia, i cili pastaj është dërguar në gjykim dhe sipas të dhënave që thot zonja, sepse në dosje nuk është se e kemi sot, rezulton që ka dalë i pafajshëm. Domethënë është deklaruar i pafajshëm. I pafajshëm. Shoku i të ndjerit ka dalë i pafajshëm. Shoku i të ndjerit është deklaruar i pafajshëm. Ju jeni lënduar e dashur? Patjetër jam lënduar, se i bie kështu që vetëm djali im ngelet. Në asnjë mënyrë nuk e pranoj. Nuk është e vërtet. Sepse ju keni denoncuar kompaninë, biznesin privat. Po, unë nuk kam gjë me biznesin. Nuk ka patur një siguri maksimale. Unë me personin në fjalë nuk kam. Administratorin e kësaj kompani unë s'kam asgjë personale. E qartë. As e njoh, as e kam takuar, as dua ta takoj po t'jetë puna ashtu. Unë doja vetëm ai ta ndjente si njeri dhe të mendoj për ato dy jetim. Edhe unë nuk e kam kur fare nuk e kam ato që ka thënë prokurori, që nuk e kam besimin ke prokurori, sepse ai e ka bërë të gjithë gjykimin të njansh, nuk e ka bërë ashtu siç është e vërteta. Sepse unë kam marrë edhe ashtu specialist privat, ekspertët, dhe më thonë e të gjithë dëmi ka qenë nga skafandra. Cilësia e skafandrës dhe shtrëngimi që ndoshta përplasja me shtyllën ka qenë fatale, që i ka prerë djalit dhe i ka dëmtuar shtyllën korrizore. Është edhe në ekspertiza ligjore aty që... Mjeko ligjore që e përcakton pikërisht dhe shkakun e vdekjes të ndjerit Armand Meço. E dashur Majlinda, seanca e parë gjyqësore ka nisur, më the... Nga fillimi shtatorit në duket se ka qenë. 2023. Po, 2023, një vit më pas ngjarjes. Deri në këtë moment që flasim, a ka një vendim? Jo, unë nuk e di për vendimin, se unë nuk e pranoj që djali im të gjykohet në atë formë. Unë doja seriozitetin e të gjithave legjislaturës që thot për gjykatësin të veshur, ta gjykojnë, ta bëjnë. Jo të më thonë mua, jo e lë me 20, jo po 23 se unë kam fejes, jo 25 është... Pra çështja është në gjykim, me sa po kuptojnë nga nëna. Po avokat? Jo, sipas informacionit që ka zonja, rezulton që gjykimi është përfunduar dhe personi shoku është deklaruar i pafajshëm, por në fakt kur shikon materialet, paktën këto që ka sjellë sot, ishte diçka e pritshme sepse duket qartë asgjë që hetimi është zhvilluar ndaj një personi për të cilin nuk është se ka pasur pritshmëri të larta që do ishte fajtori, sepse rezulton që nuk është bërë hetim i plot lidhur me organizatorin. Pra nuk është bërë një hetim për kompaninë të cilën ndodhi aksidenti dhe mori jetën e 39 vjeçarit. Hetimi është bërë vetëm për shokun. Vetëm për shokun. Është devijuar dhe është bërë vetëm për shokun i cili doli i pafajshëm dhe çështja është mbyllur. Po. Në këtë dhëna që kemi nga zonja, po. Në të tillë situatë, po do të pyes më vonë avokate Edi, dua t'i them zonjës Majlinda që në momentin që ju e denoncuat të historinë redaksinë e emisionit pa gjurmë, padyshim që gazetarët e mi u nisën dhe drejt Shijakut për të shkuar tek ajo kompani dhe për të folur nga afër, për të dëgjuar edhe versionin e tyre ngjarjen se si kishte ndodhur në nëntorin dhe konkretisht 20 nëntor të vitit 2022. Por më duhet të bëj një shkëputje për të kaluar në reklama dhe rikthehemi sërish bashkë në pjesën e dytë. Jemi rikthyer në studio dashur miq, ku po flasim për historinë e dhimbshme të familjes Meço, ku një 57 vjeçare Majlinda, një nën që humbi në mënyrë tragjike përpara 3 viteve të birin e saj 39 vjeç Armando Meço në një aksident të rënd. Teksa kishte shkuar me familjen për të bërë gara me makina në zonën e Shijakut, ai humbi jetën përpara fëmijëve të tij të mitur. E dashur Majlinda, se po flisim për
pjesën e seancave gjyqësore të zhvilluara për këtë ngjarje. Prokuroria kishte hetuar dhe avokati na tregoi dhe pjesën e hetimeve të prokurorisë. Ti refuzove të shkoje më në përgjigje dhe i stopove. U ndjeve kaq shumë e lënduar. Por besoj që avokati që ti kishe marrë i ka ndjekur seancën gjyqësore, ju keni dhënë një prokuror dhe ai ka ndjekur të gjitha. Nuk u ka informuar sepse është rëndësishme të dim nëse avokati ka apeluar vendimin e shkallës parë dhe çështja është në apel. Nuk kam informacion. Nuk keni informacion. Gjë të cilën ne mund ta marrim shumë shpejt, mund të lidhemi me avokatin e kësaj familje për të kuptuar se çfarë ka ndodhur. Por nuk kam marrë unë informacion fare dhe nuk kam kontaktuar më, sepse tash nuk kam qenë mirë psikologjikisht. Nuk kam qenë mirë. Kam qenë shumë e rënduar. Miku i djalit, i cili fillimisht u arrestua dhe më pas u la i lirë, doli pa fajshëm, e keni takuar pas ngjarjes? Jo, asnjëherë. Nuk e përballoj dot takimin me atë person. Nuk kam çat them, nuk kam çat. Ashtu faktet janë aty, ngjarja është në YouTube, nuk kam çat tashu me atë. Ndërkohë që te kompania ku ndodhi aksidenti, ju nuk keni shkuar dhe nuk keni takuar. Jo, nuk kam shkuar. Asnjë person, nuk e patur guximin. As nuk kanë ardhur, as nuk kam shkuar, jo. Askush nuk ka ardhur të flasin dhe të... Asnjë. Prandaj unë kërkoj drejtësi. Dashur Majlinda, gazetaria ime Ersela ka udhëtuar drejt Shijakut dhe ka trokitur në këtë kompani dhe ka takuar administratorin e kompanisë, zotin Ronaldo Kokomani, ku e ka pyetur për këtë ngjarje. Ai nuk refuzoi, ka dhënë një intervistë, do kthehemi nga monitori për ta dëgjuar se si e shpjegon ai atë ditë, atë ngjarje të rëndë ku fatkeqësisht djali jot humbi jetën. Regjia të na ndihmoj. Ishim duke garuar bashkë me shokët e vet për të disa të ngara të ditë, se mbajmë mendjen fiks, dhe po vinin në drejtim të rrugës së drejtë. Shoku i gjen nga mrapa. Dhe duke e shtyr sapo po hynin në kthes, duke e shtyr nga mrapa. Dhe makina është ngritur. Nuk është rrotulluar komplet, po thjesht në këtë masën gjysmë. Po dhe shpikur në këtë përdorën këtu. Pas trofimit të trisht të Majlinda Meços në studion e pagjurm, ku tregoi dhimbjen e humbjes së djalit të saj, Armando Meços, në vitin 2022, ekipi ynë udhtoi drejt Shijakut. Qëllimi ishte i vetëm, të dëgjonim dhe versionin e palës tjetër të atyre që akuzohen nga familja si përgjegjës për kushtet e pasigurta dhe stafin e pakualifikuar. Ishte hera e parë që i ndjeri vinte këtu? Jo, ishte hera e disa që vinte këtu, dhe me atë që dim edhe në vendet tjera kishte goxha eksperiencë. Pikë së pari, ne jemi biznesmen dhe si të tillë ne kemi kryer vetëm pjesën e investimit. Pjesa e pistës dhe makinave jemi siguruar që të bashkëpunojmë me kompani të prestigjioze në botë për sa i përket fushës së tyre. Si për pistën apo edhe për makinat, gjithashtu edhe për pjesën e sigurisë që janë kokoret, brësit e brinjve apo edhe qaforet. Do të shikoni edhe vetë tek rregulloria e cila thotë mos godit, mos shty, sepse nuk lejohet. Përgjegjësia jonë është vetëm në momentin që të mësojmë si jepet gokartit, të japim veshjen e dur dhe të japim një instruktazh të shkurtër se si të cilë është pistë. E ke edhe në rregullore në faqen e dytë që në qoftë se ti nuk i respekton këto rregulla, ne nuk mbajmë përgjegjësi. Po u respektuan kjo rregullore nga Iriu? Sipas nesh nuk u respektua sepse është goditur nga mrapa dhe nuk ka ndaluar goditja. Është kryer një proces gjyqësor në të cilin ne nuk kemi thirrur apo nuk kemi asnjë problem me atë pjesë sepse nuk keni thirrur. Po sepse ekspertët kanë ardhur, i kanë marrë regjistrimet, kanë parë sigurinë që ne kemi, atë që na ofrojmë dhe kanë konstatuar që nuk është fare ana jona ajo që ka ndodhur. Gjithashtu zonja akuzon që nuk ka pasur një staf të kualifikuar. Nuk janë as pak të vërteta, asnjëra nga këto. Pasi kamerat flasin qartë, dokumentat flasin qartë, që rregullori është pranuar dhe është lexuar nga i ndjeri në filan datë dhe filan orë. Në çdo herë që ka garuar, jo vetëm në një herë, por në çdo herë që ka garuar, çdo herë shton instruksionin. Edhe pse ishte, le të themi, garues i mirë, po. Ju pas këtij incidenti keni pasur në komunikim me familjarët e tij? Nuk kemi pasur komunikim, sepse në
ditën e varrimit le të themi, ne kemi dërguar një person i cili kemi kërkuar leje për të shkuar për të marrë pjesë në ceremoninë. Në një farë mënyrë duke treguar respektin nga ana jonë që nuk jemi ne fajtorë. Nuk u pranuam, dhe në atë moment kuptuam që nuk kanë dëshirë të kenë kontakte. E dashur Majlinda, gënjeshtër e madhe për çfarë që ka kërkuar takim me familjarët. Po, zotria me emrin Ronaldo Kokomani tha që ditën e varrimit... Unë të fundashi e pash. Jo, s'është e vërtet. Nuk është e vërtet fare, se e para njerë nuk ka pse ta shumë, me qënë se ai thot që ka qenë gabim i djalit tim, të vi si i pafajshëm, që unë nuk kam mashu, po e bëj si njeri, me qënë se ashu. Dhe djali im nuk ka qenë fare njerë, ka qërë sa thot ai. 3 herë mund të ketë qenë. 3 herë. Por ndalemi pak dhe të flasë dhe me avokatin. Avokati dëgjuat Kokomanin, administratorin e këtij biznesi privati, i cili tha që pista, makinat, kokore, gjithçka janë të sigurta, ne jemi një biznes dhe kemi sigurinë maksimale. Kemi një rregullore, tha, që e lexon personi që do marrë makinën dhe të garojë, por nëse nuk i respektojnë rregullat, ne nuk mbajmë përgjegjësi se çfarë ndodh në pistë. Tha administratori, që do të thotë viktima e ka respektuar rregulloren. Ka qenë personi i dytë i cili nuk e ka respektuar rregulloren dhe e ka goditur, sepse e ka cituar qartë administratori që nuk lejohet të goditen me njëri tjetrin, sepse sjellin pikërisht ngjarje fatale, por ne nuk mbajmë përgjegjësi për ata persona që nuk e respektojnë të rregulloren. Tani në të tilla kushte është bërë një hetim si përfaqësor i bie për personin që e ka goditur, sepse e pranoi dhe administratori, janë kamerat e sigurisë që tregon gjithçka çfarë ndodhi atë ditë në pistë. Ka qenë miku i tij i cili e ka goditur dhe makina është kthyer dhe më pas i ndjeri. Po nuk ka shpjegim logjik, sepse në rast se do ishte faji i shokut tij që e ka goditur, do ishte dënuari. Kështu që ajo që unë mendoj dhe që zotëria nuk e sqaroi është sepse shkaku kryesor ose arsyeja kryesore pse ka ndodhur përplasja, sepse impianti është organizuar në mënyrë të tillë që nuk ndodhin përplasje dhe nuk ndodhin goditje ndërmjet makinave. Dhe për më tepër që duket qartazi që edhe nga materialet hetimore që ka shumë shkelje të protokolleve të impiantit, edhe shkaku kryesor, arsye kryesore sepse ka ardhur aksidenti, është qartazi për fajt organizatorit ose impiantit lojrave. Kështu që hetimi që është bërë dhe gjykimi që është bërë ndaj shokut të tij ka qenë më shumë për ta amnistuar impiantin nga përgjegjësia. Por si ka mundësi? Gazetarja e pyeti, a jeni thërritur nga institucionet për të marrë në pyetje dhe tha jo. Është bërë një proces gjyqësor, tha? Sepse nuk është thirrur, sepse është procedura penalisht vetëm personi që e ka goditur, ndërsa impianti dhe gjithë punonjësit që janë rreth 12 punonjës që janë pyetur gjatë hetimeve paraprake, thjesht janë pyetur në cilësinë e personave që kanë djenim mbi veprën penale. Ajo që ju arritët të kuptoni nga rrëfimi që bëri nëna dhe nga ato dokumenta që keni shpletuar është që impianti në këtë pistë nuk ka qenë i sigurt që makina që ka qenë pas viktimës, miku i tij e ka goditur pa dashje për shkak të impiantit që s'ka mundur dot të llogarisë kthesën apo shpejtësisë, se nuk jam njohse mirë e këtyre. Qartësi, parimi është që në këto impiante nuk ndodh kurrë aksident. Nuk ndodh kurrë, sipas pasagerit, një pasager është tek një pasagerit një avion. Atëherë kjo nën pas ka të drejtë që drejtësia nuk ka shkuar deri në fund dhe nuk është bërë një hetim i mirëfillt për këtë kompani dhe kjo nën kërkon drejtësi. Merren dhe ca akte shtesë, por mendoj që më parim ka të drejtë. Por më duhet të bëj sërish një shkëputje tjetër për të kaluar pikërisht në një suplement ushqimor që quhet Prostatol të dashur miq dhe rikthehemi sërish bashkë në minutat e fundit me këtë ngjarje të rëndë. Në transmetim live, vetëm pak minuta kam dispozicion, do doja minutat tjera ekstra ditën e sotme për ta rrëfyer këtë histori, por ajo që arrita të kuptoja, pikërisht nga ajo që citoi avokati i cili ka shpletuar ato dokumenta e dashur Majlinda, është që pikërisht në pistë ka ndodhur diçka. Impianti i pistës ka patur një defekt, le ta quajmë kështu, dhe shoku që ka qenë brapa nuk ka mundur dot të menaxhojë dhe ka goditur makinën ku garonte i ndjeri dhe ai ka humbur jetën në mënyrën tragjike. Ne sot e prezantuam për herë të parë këtë histori gjithë me shpresën që zëri një nëne që po vuan humbjen e të birit të dëgjohet, por dua ta mbyll. E nisa me ju dhe dua ta mbyll me ju me një mesazh që ti drejtohesh drejtësisë shqiptare, sepse për këtë ke ardhur në studion e emisionit pa gjurmë. Unë kërkoj drejtësi, drejtësi dhe vetëm drejtësi. Unë kërkoj vetëm drejtësi.
të shkoj e drejta e djalit tim në vend. Unë kërkoj drejtësi. Nuk më bën shpirti rat. Nuk më bën shpirti rat. Dhe urojmë që zëri juaj të dëgjohet. Do mbetemi kontakte dashur Majlinda, të falenderoj avokat që të pata në studio dhe do jesh pjesë e pajgjuar për shumë histori dhe denoncime që vinë nga qytetarë të ndryshëm. Faleminderit. Mirë, me këtë histori të dhimbshme dashur miq, kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakojmë sërish nesër. Ju e dini që Pajgjurm vjen çdo ditë nga Hanan të Premte live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.